Një ministër në Shqipëri merr rreth 3,5 milion lek rrogë. Përveç kësaj, kur të dalë në pension, ndryshe nga pensionistët e tjerë, do të marrë pension special. Po ka edhe më, gjatë kohës që ushtron detyrën e ministrit, shteti i jep makinë, shofer, bodyguard, pse jo, ka edhe më. Sa herë që një ministër do të bëj pushime në Shqipëri, shteti i mundëson që të pushoj në vilat qeveritare. Po ashtu, kur ministrat udhtojnë jashtë shtetit për punë, përsërisht shteti u jep dieta bujare. Tani, përtej të gjithë këtyre privilegjeve që ministrat në Shqipëri i gëzojnë me ligj, Edi Rama do t'u jap edhe një privilegj tjetër. Do që kur ata të akuzohen për korrupsion, të mos i hyj asnjë gjem në këmbë, të mos detyrohen ta lënë detyrën, të vazhdojnë të mbrojnë vjedhjen e deridjeshme, madje pse jo, ta shfrytëzojnë postin e ministrit për të vjedhur deri në fund. Mua kjo gjë më duket thellësisht e padrejtë dhe e pandershme. Por jam shumë i interesuar për mendimin tuaj. A ka të drejtë Edi Rama apo jo?